Aeroplani i linjës direkte Gjide-Prishtinë me 66 pasagerë në bord ateroi në mëngjesin e së mërkurës në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. Kështu nga kjo e mërkurë zyrtarisht u hap linja me ajrore për në Gjide të Arabisë Saudite, që ndryshe konsiderohet edhe si porta hyrëse për muslimanët që vizitojnë Mekën dhe Medinën. Ky rrugtim është më shumë se një udhëtim, është urë mes popujve tanë dhe do të bëjë ndërlidhje. Kjo linjë shënon një kapitull të ri që forcon marrëdhëniet mes Kosovës dhe Arabisë. Përveç se u cilësoi moment historik, sipas ushtruesit të detyrës së ministrit të infrastrukturës Hysen Durmishi, linja e re do të ndikojë edhe në turizmin kosovar. Kjo linjë ajrore do të ndikojë në rritjen e turizmit në Kosovë, duke sjellë vizitorë nga Arabia Saudite, të cilët do të kenë mundësi të shijojnë bukurinë natyrore, tradita, ushqimin dhe rritjen e jashtëzakonshme të Kosovës. Veç turizmit, fluturimi direkt për në Gjide e anasjelltas do të ndikojë edhe në sektorin ekonomik. Kosova është vend ideal për investitor, shpresoj që ato të gjenë veten në tregun e Arabisë Saudite. Rëndësi më të veçantë kjo linje direkte do ketë për haxhilerët. Hapja e kësaj kompanie ndihmon udhëtarët në shërbime më cilësore, domos ata që kryejnë haxhin dhe umrën. Kompania Flynas do të realizoj fluturimin mes qytetit të dytë më të madh të Arabisë dhe Prishtinës. Ne kemi bërë historinë duke lidhur Kosovën me Arabinë Saudite. Sot filloj me 3 fluturimin e javë drejt Gjidas dhe shpresojmë se ky numër do të rritet, duke ju uruar fluturim të këndshëm me Flynas. Nga aeroporti i Prishtinës, fluturimet drejt Gjidës realizohen të mërkurën, të pramten dhe të dielën.